Sa është çmimi i Grenlandës? Amerikanët të gatshëm me tha keshin. Donald Trump e dën me çdo kusht Grenlandën ta blej me para ose ta marrë me armë. Shtëpia e bardhë po e konsideron edhe blerjen e këtij ishulli, ku zyrtarët e Trumpit po shqyrtojnë si mund të ndodhë kjo blerje sipas ligjeve dhe normave ndërkombëtare. Por çmimi i saj është shumë vështirë të përcaktohet për një territor që ka mbi 2 milion kilometra katror. Përpjekjet e SBA-ve për ta blerë këtë ishull janë të hershme. Përpjekjet e fundit zyrtare për ta bërë këtë ishte në vitin 1946, kur presidenti i atëhershëm i SBA-s, Harry Truman, i kishte ofruar Danimarkës $100 milion. Janarin e kaluar, Forumi Amerikan i Veprimit e vlerësoi vlerën e burimeve minerale të njohura të Grenlandës në $4.4 trilion. Po shtoi se vetëm $186 miliard janë aktualisht të nxirshme për shkak të pengesave logjistike dhe mjedisore. Andaj, sipas ekspertëve, është shumë e vështirë të përcaktohet çmimi i pazarit, sepse shifrat mund të lëvizin nga miliarda deri në triliona dollar. Aq më tepër se gjëra si sovraniteti i një vendi në shekullin që po jetojmë duket absurde të shiten ose të blihen.